3 gjëra që do të doja të dija kur isha 18 vjeç. Dëgjoj me vëmendje. E para, pamja e jashtme ka shumë rëndësi. Të pëlqen ose jo, të gjithë e gjykojnë librin nga kopertina. Përshtypja e parë mbetet gjatë. Nëse prezantohesh mirë, njerëzit do të jenë edhe më të prirur për të njohur më mirë. E dyta, paraja dhe lumturia. Ja ku është e vërteta. Thonë se paraja nuk ble lumturinë. Le të jemi realist. Pyet dikë që nuk e ka mundësinë të blej bukë apo ilaçe. Ndoshta nuk e ble lumturinë drejt për drejt, por siguron burime që përmirësojnë jetën tënde. E treta, jo të gjithë ata që ti quan miq të mbështesin. Jo të gjithë ata që të rrajnë shpatullat të duan të mirën. Mos u zgënje nga ata që nuk të përkrajnë. Njerëzit e dur do të shfaqen në momentin e duhur. Nëse do të dëgjosh të vërteta të tjera dhe informacione të vlefshme për jetën tënde, na ndiq. Ju përshëndes miq.